Përshëndetje të gjithëve. Në videon e sotme do të flasim për operacionet e para mjekësore tek njerëzit. Operacionet e para te njerëzit kanë një histori shumë të lashtë që shtrihet mijëra vjet në të kaluarën. Rreth 7.000 deri 10.000 vjet më parë, njerëzit kryenin një procedurë të quajtur trepanacion. Kjo ishte hapja e një vërime në kafkën e kokës me mjete prej guri. Arkeologët kanë gjetur kafka të tilla, gjë që tregon se shumë pacientë mbijetonin pas operacionit. Rreth viteve 370 deri 460 para erës së re, Hipokrati, i cili ishte i njohur si babai i mjekësisë, përshkroi teknika kirurgjikale dhe rriti rëndësinë e pastërtisë gjatë trajtimit të pacientëve. Në mesjet, kirurgjia vazhdoi të zhvillohej. Nuk ekzistonte anestezi moderne. Pacientët përjetonin dhimbje të mëdha dhe rreziku i infeksioneve ishte shumë i lartë. Në shekullin e 19 ndodhi revolucioni i madh në kirurgji. U përdor për herë të parë anestezia në vitin 1846, e cila i lejoi pacientët të mos ndjenin dhimbje gjatë operacionit, dhe më vonë teknikat antiseptike ulën ndjeshëm infeksionet dhe shpëtuan miliona jetë njerëzish. Sot, kirurgjia është bërë shumë e sigurt fal anestezisë, sterilizimit, antibiotikëve dhe teknologjive moderne, siç janë robotët kirurg. Ky është një shembull që tregon se si një praktikë që nis mijëra vjet më parë, është shndërruar në një nga arritjet më të mëdha të mjekësisë moderne. Lind pyetja: si mjekoheshin plagët në kohët e lashta? Në kohët e lashta, plagët trajtoheshin me mjetet dhe njohuritë që kishin në dispozicion. Disa nga metodat më të zakonshme ishin: mjalti. Ky përdorej shumë për të mbuluar plagën. Edhe sot dihet se mjalti ka veti antibakteriale dhe ndihmon në shërim. Vera dhe uthulla. Këto përdoreshin për të pastruar plagët, pasi mund të ngordhnin një pjesë të madhe të mikrobeve. Bimët mjekësore, si hudra, rëshira e pemëve dhe bimë të tjera vendoseshin mbi plagë për të ulur dhimbjen dhe për të ndihmuar shërimin. Fasha prej liri përdoreshin në Egjiptin e lashtë. Plagët mbështilleshin me copa liri të pastra. Disa vajra dhe yndyra përdoreshin për të mbuluar plagën dhe për ta mbrojtur atë nga papastërtitë. Megjithatë, shumë njerëz vdisnin nga infeksione, sepse nuk dihej ende se bakteriet shkaktonin sëmundje. Vetëm në shekullin e 19, mjekët filluan të sterilizonin veglat dhe të përdornin metoda antiseptike, duke e bërë kirurgjinë shumë më të sigurt. Pra, si përfundim mund të themi se trajtimet e lashta ishin të thjeshta. Disa prej tyre, si përdorimi i mjaltit, janë vërtetuar nga shkenca moderne se mund të kenë qenë të dobishme në kushte të caktuara. Lind pyetja: në kohët e lashta, çdo njeri mjekonte plagë? Në përgjithësi, jo çdo kush mund të ndërhynte te një isëmur ose te një plagë. Në shumë qytetëri me të lashta, kishte njerëz që ishin të njohur për aftësitë e tyre dhe që merreshin posaçërisht me shërimin. Në Egjiptin e lashtë kishte mjek të trajnuar që mësonin nga tekste mjekësore dhe nga mësues më me përvojë. Pra, në atë kohë, dija kalonte nga një brez te tjetri. Në Greqinë e lashtë, mjekët studionin trupin e njeriut dhe fitonin përvojë duke kuruar pacientët. Shpesh zanati trashëgohej brenda familjes dhe mësohej si profesion. Në Romën e lashtë, kishte kirurg të specializuar, sidomos në ushtri, të cilët shëronin ushtarët e plagosur. Megjithatë, në fshatra dhe vende ku nuk kishte mjek, plagët mjekoheshin nga shërues popullor,
për të rinj ose njerëz me përvojë praktike. Kjo nuk do të thotë se ishte gjithmonë e aftë, sepse në disa raste këto mjekime ndihmonin, ndërsa në raste të tjera ishin të rrezikshme. Pra, mund të themi se në shumë raste njohurit ishin të trashëguara dhe të mësuara nga një mjeshtër. Këtë punë nuk mund ta bënte kushdo. Me kalimin e kohës, mjekësia u bë gjithnjë dhe më e organizuar dhe kërkonte arsim të posaçëm. Faleminderit që e ndoqët videon deri në fund. Nëse ju pëlqeu dhe dëshironi më shumë tema interesante nga historia, shkenca dhe misteret e botës, mos harroni ta abonoheni në këtë kanal dhe ta aktivizoni njoftimet. Mirupafshim në videon e radhës.